Miq të dashur, ja ku jemi këtu për të njohur sa më parë për të shuar kuriozitetin për horoskopin ditore premte 26 prill 2019. Dashi, yjet do të kenë ndikim shumë të favorshëm për të lindurit e kësaj shenje, ku parashikohen një sër mundësish në sferën profesionale dhe atë sentimentale. Sigurisht që do të varet prej jush që të mos i lini që t'ju ikin nga duart. Shfrytëzoni çdo kontakt të mundshëm dhe vlerësoni situatat me të cilat do të përballeni. Demi dashur, duhet shumë durim pasi kjo ditë nuk do të jetë as pak në ritmin e dur dhe jo për fajin tuaj. Ju do të jepni maksimumin tuaj, por jeni të rrethuar nga njerëz që nuk ju përshtaten, ndaj keni durim. Binjake të dashura, nuk do të jetë në ditët më të mira të javës, por gjithsesi do të jetë negative. Duhet të tregoni më shumë kujdes për ndjenjat për shkak se jeni përballur me një sër problemesh dhe e keni lënë pas dore dashurinë. Ka ardhur momenti që të merrni masa dhe të rikuperoni gabimet e së shkuarës. Kujdes kur, domethënë, te besimi tek njerëzit e afër, sepse keni tipin që besoni me sy mbyllur personat, po shikojeni pak më me vëmendje sepse edhe duhen ndarë gjërat dhe njerëzit. Nga folja në dashuri ka probleme të cilat kërkojnë zgjidhje emergjente. Mendoni se partneri mund t'ju lexojë mendimet, por kjo gjë nuk ndodh. Si mund t'ju kuptoj ai? Aq mirë duhet të hapeni, të shpreheni që edhe ai t'ju kuptojë më mirë. Luani, yjet janë anën tuaj Luani dashur, por pavarësisht kësaj do të jeni të lodhur dhe do të keni nevojë shumë të lodhur, madje edhe do të keni nevojë për shumë qetësi. Edhe këtë fundjavë dedikojuni dashurisë, vetëm asaj. Erdhëm te Virgjëresha, përfitoni nga kjo fundjavë për të relaksuar dhe për të shtyrë për në maj problemet lidhur me punën. Kjo nuk është periudha më e mirë për të diskutuar për gjërat më të rëndësishme në jetën tuaj profesionale. Bëni mirë që të shtyni angazhimet për pak kohë në mënyrë që të keni planet në favorin tuaj. Peshorët, parashikohet një ditë më e mirë në raport me atë që keni lënë pas. Probleme të vogla mund të ketë në sferën sentimentale. Ndaj keni kujdes ndaj fjalëve që do të thoni. Qartësoni me veten dhe nëse shihni se një lidhje nuk funksionon, më mirë ndërpriteni atë. Akrepi, për të jetuar më mirë të tashme, në shumë e rëndësishme që të mos harrohet e kaluara dhe çfarë ju ka bërë të ndjeni keq. Është e kohë të shpresoni për diçka që nuk ka kthim, pasi ardhmja do të jetë më e mirë. Mundohuni që të shmangni konfliktet. Shigjetari, kjo e premte do të jetë mjaft pozitive ku gjatë saj nuk do të mungojnë mundësit. Këshillohet që të mos izoloheni, por të shikoni përreth dhe të bëni njohje të reja pasi parashikohen emocione pozitive. Bricjapi, ndikimi i tranziti i planeteve do të sjellë zhvillime në jetën tuaj, sidomos në dashuri, ku do të ketë shumë probleme. Megjithatë, ju keni një sër rezervash që mund të përdorni në mënyrë që të ndryshoni në mënyrë radikale jetën tuaj. Ujori dashur, do të nisë për juve një fundjavë gjatë së cilës do të keni mundësi që të dedikojeni dashurisë. Yjet janë anën tuaj përsa i përket ndjenjave ku do të favorizohen mjaft emocionet pozitive. Edhe miqësi dhe raportet familjare do të jenë mjaft të favorshme. Dhe erdhëm tek shenja e fundit, peshqit. Jepuni më shumë hapësirë ndjenjave, por keni kujdes që të jenë të ekuilibruara. Mos lejoni që të në përkëmbim në emër të një dashurie romantike të idealizuar në fantazinë tuaj. Mundohuni që të qëndroni me këmbë në tokë dhe gjëja e parë që duhet të bëni është që të vlerësoni veten. Vetëm në këtë mënyrë do ju vlerësojnë dhe të tjerët. Miru dëgjofshim në horoskopet e ardhshme. Deri atëherë, ciao.